Donald Trump zgjeron ndalimin e udhëtimit. Siria dhe 7 vende të tjera në listën e zezë. Presidenti Amerikan ka zgjatur ndalimin e plotë të udhëtimit për 7 vende të tjera, përfshirë Sirinë. Sipas Shtëpisë së Bardhë, ky vendim synon të mbrojë Amerikën nga kërcënime ndaj sigurisë kombëtare dhe publike. Qytetarët nga Burkina Faso, Mali, Nigeria, Sudani i Jugut, Siria, Autoriteti Palestinez, Laosi dhe Sierra Leone nuk do të lejohen të hyjnë në SBA nga 1 janari. Ky veprim vjen vetëm disa javë pas sulmit fatal në Siri, ku 2 ushtarë amerikan dhe 1 përkthyes humbën jetën nga një atentat i ISIS-it. Trump e quajti incidentin tmerrshëm tragjik dhe premtoi hakmarrje të fortë. Edhe pse Siria po përpiqet të ringrihet pas konfliktit, Shtëpia e Bardhë argumenton se mungesa e autoritetit qendror dhe e kontrolleve të sigurta për dokumentet civile e bëjnë vendin të rrezikshëm për udhëtarët amerikanë. Trump mbetet i vendosur kufizime më të ashpra dhe siguri maksimale për Amerikën.